صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falënderimi tek Allah subhanahu wa taala, mëshira e Allahut qoftë me pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Vazhdojmë me lejen e Allahut subhanahu wa taala me shpjegimin e librit Al-Adab Ash-Shar'iyya të autorit Muhammad ibn Muflih Al-Maqdisi Al-Hanbali. Allah subhanahu wa taala pas mëshirua dhe kemi arritur te kapitulli të cilin autori ka titulluar Faslu fi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghayri salati wa annaha fardun kifaya. Kapitulli me dërgimin e salavateve me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe jashtë namazeve, edhe se dërgimi i salavateve për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam jashtë namazeve, thot autori, është farz kifaje. Në titull autori, Allah subhanahu wa taala pas mëshiruar ka përmbledh 3 çështje të rëndësishme. Çështja e parë, salavatet mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në shariatin islam, salavatet mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nuk kanë ndonjë përcaktim të veçantë që thuhet të para përcaktuar, që duhet me thonë veçën të tillë ose ndryshe s'bën, por çdo formulim i fjalëve të cilat kanë për qëllim salavatën mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, llogaritën salavatën mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për këtë çështje në dërgimin e salavateve mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nuk është çështje e ngushtë, nuk është çështje e precizuar, e specifikuar vetëm me tekst, ose kemi thonë çështë ose ndryshe nuk bën, por ka disa mënyra të transmetuara të sakta se si quhet salavat mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe edhe jashtë këtyre mënyrave një formulim i vetë që bën njeriu, por me kuptim që ka për salavate për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është i lejuar. Kurse ajo që ka ardhur me tekst në librin e Allah subhanahu wa taala është inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Vërtet Allah subhanahu wa taala dhe melekët e tij quajnë salavate mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi. Ore që keni besu, thot Allah subhanahu wa taala, dërgoni salavate mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu taslima, dhe dorëzojeni plotësisht asaj që thot Allah dhe asaj që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga se kushdo që nuk i dorëzohet plotësisht asaj që ka thënë Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është kafir, bazuar në fjalën e Allah subhanahu wa taala فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Betohet Allah subhanahu wa taala në emrin e tij, gjë që ka ndodhur vetëm 4 herë në Kur'an, nuk kanë besuar derisa nuk gjykojnë mes tyre sipas asaj që ka thënë Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt, pastaj nuk kanë zemrat e tyre ndonjë vërejtje për shkak të gjykimit çfarë ka thënë Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa yusallimu taslima, dhe dorëzohen plotësisht. Komentatorët e Kuranit në shpjegimin e këtij ajeti kanë thënë se Allah subhanahu wa taala i ka precizuar 3 kushte, kushdo që nuk i plotëson ato, sa i përket gjykimit është kafir, ato janë të gjykuar në problematika që kanë njerëzit mes vetes sipas
asaj që ka thonë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kushdo që gjykon ndryshe me atë që ka thonë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është kafir. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt, pastaj që është shkon edhe më thellë, për shkak se gjykimi është çështje e jashtme, kurse çështja e dytë ose pika e dytë e domosdoshme për me qenë besimtar, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt, mos me pas në zemrën e vet ndonjë lloj pakënaqësie për shkak të gjykimit që ka dhënë Allahu, ose për shkak të gjykimit që ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po kështu ka thënë pejgamberi sallallahu mrena nëse ka pakënaqësi me gjykimin e Allahut, dhe kjo nuk është që duket të din si cili për veti, kurse Allahu subhanahu wa taala e din që ka në zemrat e tona, u yusallimu taslima. Dhe çështja e tretë domosdoshme për me qenë besimtar është pasi që të gjykohet sipas asaj që ka thënë Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos gjendet zemrat e tona vretje, pakënaqësi për shkak të gjykimit të Allahut dhe të dërguarit të tij, dhe yusallimu taslima, dhe të dorëzohen plotësisht në gjykimin e që ka dhënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, pra Allahu dhe malaikët e tij dërgojnë salavatën mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa ju besimtarë, edhe ju dërgoni salavatën mbi pejgamberin. Pse? Për shkak se nuk dëshiroj kurdo që besimtarët e mundin këtë pjesë, ata e kanë pastruar shpirtin e vet. Edhe kur dhimbet pasunia me dhënë zeqat, kur e mund këtë pjesë, atëre pastrohet pjesa shpirtërore. O salli alehim, dhe këtu është argumentit të cilin ne dëshirojmë me përmend të çështja e salavateve, se lejohet me çu salavate dhe mbi kënd tjetër përveç për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për shkak se Allahu ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, "Khudh min amwalihim sadaqa", merr zeqatin për muslimanëve. To tahirum nga i pastron ata, pasurinë e tyre me te, o të zekive, i pasonon shpirtërore, o salli alehim, edhe ço salavate mbi ta. Komentatorët e Kur'anit thonë është sunnet, disa tjetër është mustahab, është vepër e pëlqyer, që njerëzit të cilët e tubojnë zeqatin, kur të shkojnë me marrë zeqatin, të ai që e zeqatin, me thonë Allahumma salli alaihi, me çu salavat për çdo që po jep zeqatin. Edhe personal kushdo që e jep zeqatin të dikush, ata që e marrin zeqatin, nëse nuk është organizuar në rendin shtetëror për shkak të mungesës, atëherë kushdo që merr zeqat pi dikujt, në momentin që merr zeqat duhet me bë dua për ato që ka dhënë zeqat. Mbështetën fjalën e Allahut, o salli alehim, inna salata kasakanun lahum, që salavatën mbi ata të cilët japin zeqat, për shkak se salavatet e tua mbi ata të cilët japin zeqat janë qetësi për ta. Dhe secili që merr zeqat ose kushdo që bën tubimin e zeqatit, çfarë do formë të organizuar ose jo të organizuar, çoni salavatet mbi ata të cilët japin zeqat, edhe lut nga Allahu subhanahu wa taala që t'ju ashtoj atyre pasurinë, t'i mbrojë ata në shëndetin e tyre, edhe në familjet e tyre, t'i qenë begati për shkak se këta të cilët e japin zeqatin kanë në mbrëmsitë e tyre hajër. Për shkak të hajrit që kanë në mbrëmsitë e tyre, ata i qenë me nxjerr pasurinë që vetë kanë fituar me njerëz të veta, me adhon njerëzve të tjerë. Për këto duhet me çu salavat mbi ata të cilët japin zeqat, dhe kjo është një çështje tjetër, por ajo që dëshiroj të argumentuar se lejohet me çu salavat mbi këndo, për shkak se Allahu subhanahu wa taala ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ta marrë zeqatin, salli alehim, që salavatet mbi ata të cilët e japin zeqatin, se salavatet e tua janë qetësim për ata të cilët kanë dhënë zeqat. Po ashtu është transmetuar se Ali ibn Abi Talib ka qenë salavatet për Omer ibn al-Khattabin. Gjithashtu është transmetuar se Ibn Abbas, Allahu subhanahu wa taala pas mëshiru, e qoftë i kënaqur me te, ka qenë salavate mbi sahabët e tjerë. Të argumente të forta të cilat tregojnë se lejohet me quajtur salavat mbi gjithë secilin. Por duhet me pas një kujdes në këtë çështje.
Lejohet me qu salavat me gjithë secilin për pejgamberëve, jo vetëm për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por për gjithë secilin për sahabëve, edhe përkundër prej besimtarëve, por është ndaluar me qu salavat vetëm për një, si ka që për shiat, për këtë sahabëve, stojnë veçën Aliu alaihi salatu wasallam. Kështu s'bën. Thonë do me qu salavatën për Aliu, e mbi Omer ibn Khattabin, e mbi Abu Bekrin radhiyallahu anhu, Osman ibn Affanin, e tjetër, mbi të gjithë, për të gjithë. Ama me veçua vetëm një prej sahabëve, vetëm për këta me qu salavat një, si për quhet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kështu nuk lejohet dhe kështu nuk bën. A lejohet me qu salavat kur përmendet Aliu radhiyallahu anhu, a lejohet me thonë Aliu alaihi wasallam, lejohet. Me kush që mos veçohet vetëm Aliu, por nëse quhet edhe mbi Osman ibn Affanin, edhe mbi Omer ibn Khattabin dhe sahabët të tjerë. Për të tubimi të gjitha argumenteve qënë se salavatët mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam janë farz kifaje për besimtarët, dhe gjithsesi për besimtarët pak të një herë në prezencë në uje, duhet me qu salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kushdo që nuk e bën këtë, bën pjesë të hadithi për të cilin është lutë kundër tij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe Xhibrili. Kushdo që e bën dhe shpeshton salavatën për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, është prej shenjave të imanit të mirë. Dhe ka më marrë shpërblim të Allah subhanahu wa taala në llogaritjen e veprave të mira 1/10, pastaj në dërgimin e salavatëve nga ana e Allah subhanahu wa taala për atë që dërgon salavatën për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe forma më e mirë për me dërguar salavatën mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam është Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.